Ditën e sotme, këtë të mërkur, ka nisur zbatimi i amnistisë penale, ku në total përfitojnë rreth 1344 të burgosur, kur nga këto 541 të burgosur të dënuar lirohen nga burgu ditën e sotme, ndërsa 803 të dënuar përfitojnë ulje dënimi në varësi të veprave penale që kanë kryer dhe në varësi të dënimeve që kanë marrë me vendim të formës së prerë. Sipas ligjit të miratuar në parlament, përfitojnë pra nga amnistia penale të gjithë ata që kanë marrë një vendim të formës së prerë deri më datë 31 maj të këtij viti, përfshirë edhe nëse vendimi i apelit nuk është zbardhur ende. Deri në këto momente, në burgun e Thierit janë liruar 104 të burgosur, në burgun e Reçit 101 të burgosur, në Rogozhin 94 të burgosur, në Korç 60 të burgosur, në Lushnjë 127 të burgosur janë liruar pra pasi kanë përfituar nga amnistia penale. Burgu i Lushnjës është me numrin më të madh të burgosurve që kanë përfituar nga amnistia. Në Tiranë 6 të liruar dhe në Vlorë pra një person i burgosur i cili ka përfituar nga amnistia penale duke u liruar nga burgu. Sipas ligjit Bruna, liri do të përfitojnë burrat e dënuar me burgim deri në 3 vjet ose me dënime më të lehta gjob apo dënime të tjera alternative. Gratë e dënuara me burgim deri në 4 vjet ose me dënime më të lehta pa përfitojnë nga amnistia penale. Po ashtu lirohen burrat që janë aktualisht në burg dhe u kanë mbetur për të vuajtur deri në 3 vjet dënim, si dhe gratë të cilat u kanë mbetur për të vuajtur deri në 4 vjet dënim, pra për veprën penale për të cilën i përfshin amnistia. Një tjetër kriter përfitues është edhe mosha, burrat mbi 60 vjeç, gratë mbi 50 vjeç dhe personat që kanë qenë në moshën 18 vjeç kur kanë kryer veprën penale pavarësisht dënimit, por jo kur ndodhen në burg për vepra të rënda që përjashtohen pra nga amnistia, përfitojnë nga amnistia e sotme. Gjithashtu nga amnistia përfitojnë dhe ato të dënuar që ju kanë mbetur edhe 1 vit dënim. Po, dhe në fakt, amnistia ka nisur të zbatohet gjatë ditës së sotme, si ka qenë ky proces Igli, dhe mund të themi tashmë që jemi në orarin e drekës, ora 12:28, në çfarë faze është? Vijon ende apo ka përfunduar? Po Bruna, amnistia penale ka hyrë në fuqi në datë 30 qershor, kur presidenti i Republikës Bajram Begaj pra dekretoi ligjin dhe u betua në fitoren zyrtare dhe që prej ditës së sotme pra ka nisur zbatimin e amnistisë penale, ku të gjitha institucioneve të ekzekutimeve të vendimeve penale, pra të gjitha burgjeve të personave të përfshirë nga amnistia penale janë dërguar pra emrat zyrtar të dënuarve të cilët përfitojnë nga amnistia penale dhe të gjitha këto vendime pra janë ekzekutuar nga burgjet respektive, ku çdo i dënuar i cili e ka përfshirë amnistia penale ka dalë tashmë dhe është liruar nga burgu, pothuajse procesi është drejt në përfundim të lirimit të 541 të burgosurve të dënuarve të cilët kanë përfituar nga amnistia penale. Procesi është ende në vijim e sipër, pasi ende të gjithë të burgosur që kanë përfituar nga amnistia penale ende nuk kanë dalë pra nga burgu për shkak të procedurave ligjore dhe dokumenteve që duhet të plotësohet deri në momentet që duhet të dalin pra nga burgu, ku shumë prej tyre janë pritur edhe nga familjarët të tyre, por edhe nga mbrojtësit ligjor dhe avokatët. Deri në këto momente që flasim, pothuajse 70% e ekzekutimeve të amnistisë penale kanë përfunduar dhe do vijojnë deri në përfundim të ditës së sotme. Por, a ka patur raste Igli që janë përjashtuar nga përfitimi, pavarësisht se kanë paraqitur kërkesë dhe cilat janë vepra penale që nuk mbulohen nga amnistia? Po Bruna, jashtë amnistisë penale mbeten të dënuarit për një sër veprash të rënda penale, mes tyre vrasjet me dashje dhe krimet kundër jetës, pra nuk përfitojnë nga amnistia këto persona që kanë kryer këto vepra të rënda penale, po ashtu dhe vepra të rënda penale si krimet kundër njerëzimit, përdhunimet dhe krimet seksuale, trafikimi i qenieve njerëzore dhe shumë vepra të tjera të rënda. Gjithashtu nuk do të përfitojnë
personat që janë shmangur drejtësisë, pra ata që janë fshehur, arratisur ose kanë shmangur ekzekutimin e vendimit penal. Po ashtu të gjitha veprat penale që bien në jurisdiksionin e prokurisë së posaçme SPAK-ut dhe të gjithë personat që kanë një vendim nga gjykata e posaçme nuk do të mund të përfitojnë pavarësisht për çfarë janë dënuar. Mirë, Igli, gjithmonë edhe referuar të shkuarës nga amnistia penale kanë përfituar edhe individ që për veprat e tyre penale kanë bërë edhe johon mediatike. A ka raste të tilla edhe këtë herë? Po, edhe këtë herë ka emra të cilët kanë bërë pra johon mediatike në kohën që janë arrestuar për veprat e tyre penale, që kanë përfituar nga amnistia, pra e miratuar me datë 18 qershor nga parlamenti, ku mes tyre është emri i sanitares i zyrtares Alda Klosi, Rozeta Dobi, në shtëpinë e së cilës u gjetën 500.000 euro, të cilët ajo pretendonte se e kishte dhënë pra shefja e saj Alda Klosi për t'i ruajtur. Sanitaria Rozeta Dobi, e cila vuan të dënimin në burgun e grave në Pojsk, ishte dënuar me 4 vite e 8 muaj burg dhe ka përfituar nga amnistia duke u liruar ditën e sotme. Po ashtu, ditën e sotme nga burgu i grave në Pojsk është liruar edhe Erisa Fero, ish-zyrtarja e Akshit, e cila u arrestua vite më parë pra për Mirë, dakord. Besoj kemi zaruar dhe lidhen me kolegun Igli Çelmeta dhe duke e falenderuar, tani do të sjellim një panoramë fakt më të plotë të mënyrës se si po zbatohet amnistia në disa prej burgje